Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku ka ngritur alarmin për krizën e përballueshmërisë së banesave në Tiranë, duke deklaruar se sot një qytetari shqiptar i duhen mesatarisht 18,6 vite punë për të blerë një apartament në kryeqytet. Në një reagim publik, Tabaku shpreh se çmimet e apartamenteve janë bërë të papërballueshme për familjet shqiptare, ndërsa rritja e tyre nuk lidhet me faktorë normal ekonomik apo me rritje të kërkesës reale në treg. Sipas saj, çmimet e banesave në Tiranë janë rritur me 41,6% nga viti në vit, një ritëm që ajo e cilësoi si më të lartin, jo vetëm në rajon, por edhe krahasuar me shumë vende të Bashkimit Evropian. 18,6 vite i duhet një qytetari shqiptar të blejë një apartament në qytetin e Tiranës. Është bërë e papërballueshme dhe 18,6 vite pa bërë asgjë tjetër, pa llogaritur kursimet e jetesës, shpenzimet, taksat që rriten çdo vit, vetëm duke kursyer për të blerë një apartament. Çmimi i apartamenteve në qytetin e Tiranës nga viti në vit është rrit me 41,6%. Është rritja më e madhe, jo vetëm në rajon, po edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Vendi më i afërt ka një rritje prej 20%. Kjo nuk është një rritje e shëndetshme. Kjo është një rritje që është jashtë realitetit, edhe të pagave, edhe të ardhurave që kanë shqiptarët. Është një rritje e cila në një flusk ku sot ekziston ndërtimi, nuk vjen as nga rritja e popullsisë, që në fakt është duke u reduktuar, nuk vjen as nga rrethana ekonomike, nuk vjen as nga një konkurrencë e madhe, nuk justifikohet nga asnjë faktor ekonomik. Justifikohet vetëm nga pasrimi i parave që kanë kthy ndërtimin në një sektor sot me rritje fiktive, por të papërballueshëm për qytetarët shqiptar. Ky është shembulli i atij sistemit pakicës, atij sistemit që megjithse ka të ardhura buxheti i shtetit shkojnë vetëm ke një pakicë, megjithse duket sikur ekonomia rritet, shkon vetëm ke ndërtimi. Qytetarët shqiptar fatkeqësisht e kanë këtë ekonomi të paksesueshme.